Qëndrimi ynë, si ushtri shërimtare kombëtare, ka qenë që të respektohet shteti, por shteti barabartë mes dy komuniteteve më të mëdha. Dhe po të hymë të bëjmë gara se kush është më i vjetër e kush është më i ri, po të hymë të bëjmë gara se gjuha shqipe nuk mund të jetë zyrtare në këtë vend, se kush do të flasë shqiplje të shkojë në Shqipëri, se kush do të flasë shqiplje të shkojë në Kosovë, se duhet dëbuar i tërë komuniteti në Shkup që jeton, sepse janë komunitet ardhacakësh nga Kosova, sepse Zoti vetë e kalon gjuhën maqedone dhe përpos gjuhës maqedone nuk mund të ketë gjuhë tjetër në to hapësira. Këto janë, i nderuar profesor, unë që i dëgjoj për çdo ditë në mediumet maqedone. Kjo nuk prodhon marrëdhënie të mira ndëretnike. Kemi përgjegjësi si parti politike, përgjegjësi historike kemi, që të punojmë në drejtim marrëveshjes së Ohrit, marrëveshjes së Prespës, marrëveshjes për qeësi të mirë, si garanca të vetme që ne na antarësojnë në Bashkimin Evropian. Unë e dua Maqedoninë, zoti profesor Buçkovski, sa e doni ju. Ky është vendi im. Këtu i kam gjysh, stërgjysh, katërgjysh e varë. Sa e do Brënkët Crvenkovski, sa e do Kristian Mickovski. Prandaj, larg duarët nga marrëveshja e Ohrit çdo kush që tenton të rënoj gjuhën shqipe, të rënoj përfaqësimin e drejtë të arritura me marrëveshjen e Ohrit, të garantuara nga marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Ohrit e garantuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Kështu që kemi punu bashkë 20 vjet. Nuk them unë që është vetëm rezultat i shqiptarëve. Nuk them unë që vetëm shqiptarët kanë fitu me marrëveshjen e Ohrit. Ka fitu edhe kombi Maqedones, kur është në pyetje ndarja. Po, unë kam pas projektin e ndarjes, zoti Buçkovski, dhe kam pas prej autoriteteve të larta. Dhe unë nuk e kam pranuar. Sepse shqiptarët e Shkupit nuk do ishën me mu bashkë. Unë do isha Shqipëri, zoti Milo. Por Shkup, Kumanov, Struk, Kërqov, Prilep, Velez, të gjithë do ishën jashtë kufive të Shqipërisë. Por ama, edhe zoti Buçkovski do ishte në Shqipëri. Se është, ju jeni jasajone, da i ti kjeni, me pasaport duhesh të bishte dajet, si dajet anej do i kishe. Prej Qolopeku i ka dajet, nëse zgaboj. Doktor, unë pavarësisht që kam pas 15.000 ushtarë dhe ardë, kam menduar jo si njeri që ka 15.000 ushtarë dhe gjithat armatim, po kam mendu si njeri, kam gjyku si njeri, po mbeta unë andej. Qa do bëj unë? Këtu, po përpiqen dita ditës t'i ndajnë bashkëqytetarët tanë Maqedonas në pro Bugar dhe pro Sërb. Pse nuk punojmë gjithë bashkë që Maqedonia është e jona, e Maqedonëve dhe e shqiptarëve. Dhe i frigohem rrezikut se investojnë nga jashtë, që ne të na majnë me murë në midis. Cila ka qenë pengesa që gjuha shqipe të rënohet? Jem 75 faqe në gjykatën kushtetuese. Zoti Buçkovski, nuk gërvishet mbi plagë të vjetra se dhomin ma shumë. Iniciativa është në gjykatën kushtetuese për të hapë rastet e Hagës, tribunalit. Një ato i kemi mbyllur, janë mbyllur në kuvendin e Republikës Maqedonisë Veriut. Janë mbyllur me marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruar mes NATO-s, presidenti Trajkovski dhe ushtrisë shërbimtare kombëtare. Kështu që
Përpara nesh ka përgjegjësi të mëdha. Përpara nesh shtrohen detyra për zgjidhje. Mos mendojmë se për zgjedhjet e ardhshme. Të mendojmë për proceset e ardhshme, të mendojmë për paqen, se si ta forcojmë, si ti ndërtojmë marrëdhëniet ndëretnike, zero problem me fqinjet. S'kemi nevojë ne për problem e përplasje me fqinjet. Kështu që bashkarisht të ecim përpara.